Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A jeni demoralizu? A jeni dëshpru? A keni humb shpresën? Kujtoni këto ajete kuranore. Shifni këtë vendim madhështor dhe të historik të Allahut të madhreshëm. Kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli. Ka sjell vendim të prerë Allahu i madhreshëm. Do të triumfojmë unë dhe të dërguarit e mi. Kush mund të kalon këtë vendim të Allahut? Kush mund të ikë këtij vendimit të Allahut? Kush mund të shpëton nga këtij vendimi i Allahut? Askush. Andaj mojnë e men vazhdimisht këtë ajet çdo herë që shejtani ju sjell juve vezvese, shqetësime, përshpëritje. Pastaj shikoni këtë fjalë e premtim të Allahut dhul xhelal. Laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin. Innahum lahumul mansurun. Fjala jonë është dhonë. Premtimi jonë është dhonë. Çfarë do thotë? Me të vërtet të dërguarit ton, ata do jenë triumfuesit. Andaj feja Allahu dhul xhelal, feja islame, fejnë të cilën e kanë sjell të gjithë pejgamberët, që nga Ademi alayhis salam deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është një fe që megjithse ballafaqohet me shumë peripeci, vështirësi, trysni, sabotazha, komplote, kurthe, ajo do të vazhdon ecurinë e vet deri në ditën e gjykimit. Derisa të ketë jetë mbi këtë tokë, derisa nuk shkatërrohet gjithësia e ndodh kiameti. Janë premtime të prera që Allahu i ka regjistruar në Kur'an. Dhe muslimani kur i lexon këto ajete kuranore duhet të reflekton. Duhet të mbushet me energji pozitive, me optimizëm, me vullnet për të vazhduar udhën, rezistencën, ballafaqimin, trysnin dhe për të shpresuar shpërblimin nga Allahu i madhreshëm dhe për të shpresuar hapjen e dritës së Zotit, anë mban botës, anë mban globit, në mendjet dhe zemrat e shumicës e njerëzimit, nga dashuria e madhe që kemi për Zotin fillimisht, pastaj nga dashuria e madhe që kemi për njerëzit në përgjithësi, që ata të mos vdesin si jo besimtar, që ata të mos jenë ushtarët e iblisit e shejtanit të mallkuar, për të jenë njerëz që kanë besimin, jetojnë të lumtur këtë botë dhe fitojnë xhenetin në ahiret.